Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste gjatë paraditës së kësaj mërkure takoi bizneset në bulevardin Bujar Bishanaku, ku gjeti mbështetje. Vetat u shprehen se duan që shteti të vazhdojë me reformat. Me binën që 25 qershor bëjmë 71 deputet që komplet qeverisjen dhe timonin me pas në dorë, sepse ti di kush ka pas timonin. Një vend mund të jenë dy grupe të caktuara, çdo dashë pa dashë janë bën punën e vet, tjetri bën. Jo, shkoj në vet, si para procedurave të timore, si para ligjet, si para tonëve. Jo dikush i lanës, o dikush i njerëkas. Faleminderit shumë goja. Inshallah vazhdoni me na bën shtetin. Besoj që është e rëndësishme të jetë shumë mirë biznes, po s'po të themelet e forta. Çështjet ekonomike ishin ato të cilat ju referuan më së shumti kandidatës për deputete nga këto bizneset vogla, të cilët kërkuan që të vazhdoj puna e nisur nga ky 4 vjeçar qeverisës me Edi Ramën. Synojmë të rritjen ekonomike me se zvan. Është e rëndësishme. Shteti ne ka interes me kanë shtet më i fortë. Ne që punojmë totalisht me letra në shteti fort. Kandidatja Senida Mesi prezantoi gjatë tyre takimeve dhe programin ekonomik të Partisë Socialiste për 4 vjeçarin e ardhshëm.